Përshëndetje shenja shigjetarit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndapa në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizmë oracle. Në gjendjen tuaj personale kemi 5 shpatat, kalorësi i shpatave, ylli, vdekja. Kjo javë për ju nis me 5 shpatat, duke treguar se mund të ndiheni të përfshirë ose të përfshira në situata që ju sfidojnë mendërisht ose emocionalisht. Mund të ketë mosmarrveshje, mund të ketë mendime që ju mundojnë, ose mund të ketë ndjesinë se po shpenzoni energji në betejë që nuk ju çojnë asgjë kundi. Kjo kartë nuk flet domosdoshmërisht për ndonjë konflikt të hapur, por më tepër nënkupton nevojën që të pyesni veten se cilat përballje ja vlejnë dhe cilat është më mirë t'i lini pas. Unë do të thoja se ndonjëherë dëshira për të mbrojtur të drejtën tuaj mund t'ju lodh më shumë se sa vetë situata. Më pas shfaqet kalorësi i shpatave, i cili ndryshon në ritmin. Mund të ndjeni një shtys të fortë për të vepruar, për t'u hedhur, për të marrë vrull, për të folur hapur ose për të marrë një vendim që nuk mund të shtyhet më. Karta tregon se ju filloni të çliroheni nga hezitimi dhe të kërkoni përgjigje konkrete për diçka të caktuar. Megjithatë, kjo energji ju thot gjithashtu se vendosmëria është më e dobishme kur shoqërohet me qetësi dhe jo me nxitim. Më pas, shfaqet ylli, duke sjellë një frymë shprese dhe besimi. Duket se pas tensioneve të fillimit, ndoshta mund të kuptoni se përvojat e fundit ju kanë bërë më të fortë ose më të forta dhe më të vetëdijshëm ose më të vetëdijshme. Pra, ju filloni ta shihni të ardhmen me më shumë optimizëm dhe mund të ndjeni se po afroheni drejt një periudhe më të qetë. Interpretimi përfundon me vdekjen, e cila nuk nënkupton humbje, por më tepër nënkupton transformim, pra një mbyllje të një cikli të rëndësishëm. Duket se një mënyrë e vjetër e të menduarit, ndoshta një frikë ose një situatë që mund t'ju ketë mbajtur peng, mund të marrë fund, duke krijuar hapësirë për një fillim të ri. Në tërësi, kjo është një javë ku sfidat e fillimit mund të shndrohen në një mundësi për një ndryshim të madh. Kartat tregojnë se duke lënë pas atë që ju lodh, mund të hapni një kapitull më të qartë dhe më shpresëdhënës. Kartat këshillojnë të mos kapeni pas betejave që nuk ju ndihmojnë të ecni përpara. Kalojmë tek familja. Në familje kemi 5 kupat faqa e shkopimve, 10 kupat perandoresha. Në familje, java nis me 5 kupat duke treguar se mund të ketë një zhgënjim të vogël, ndoshta një keq kuptim ose një ndjesi se jo gjithçka po ecën apo ka ecur sipas pritshmërive tuaja. Megjithatë, kjo kartë nuk mbetet e vetme. Faqa e shkopimve sjell një energji më të lehtë, duke treguar se dikush mund të marrë iniciativën për të komunikuar, për të afruar familjarët ose për të ndryshuar atmosferën, pra mund të jeni ju, partneri juaj ose partnerja juaj ose një antar në familjen tuaj. Për disa nga ju mund të lindë një bisedë spontane me faqen e shkopimve ose mund të lindë një ide që ndihmon në zbutjen e tensioneve. Kjo energji më pas zhvillohet natyrshëm te 10 kupat, ku duket se familja rifiton ndjenjën e harmonisë dhe të mbështetjes. Kartat tregojnë se ajo që në fillim dukej si një zhgënjim mund të shërbejë për të kuptuar më mirë njëri tjetrin.
Pra mund të kaloni më shumë kohë së bashku ose të ndjeni se lidhjet familjare forcohen përmes mirëkuptimit. Narrativa mbyllet me perandoreshën e cila e mbështjell gjithë këtë kombinim kartash me ngrohtësi. E mbështjell gjithashtu me kujdes dhe me një bollëk emocional. Perandoresha përfaqëson energjinë e dashurisë, energjinë e mbështetjes dhe të stabilitetit që është shumë e mundur që të rikthehet në familje. Në tërësi, edhe nëse java nis me një ndjeshmëri emocionale që përfaqësohet nga karta me 5 kupat, ajo përfundon me afërsi dhe me harmoni më të madhe. Kartat tregojnë se dashuria dhe mirëkuptimi mund të jenë ura që bashkon çdo distancë. Kartat këshillojnë të mos ndaleni te shgënjimi i parë, sepse shpesh një bisedë hap rrugën drejt pajtimit. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi mbreti i shpatave, 4 monedhat, 2 kupat, 2 shkopinjt. Në dashuri, java nis me mbretin e shpatave, pa dallim gjinie, duke treguar se mund të jeni më racional ose më racionale në mënyrën se si i përjetoni ndjenjat. Pra, mund të kërkoni qartësi, sinqeritet dhe gjithashtu mund të ketë një komunikim të drejtë për drejtë, pra pa dorashka, pa i kaluar fjalët në filtër për disa nga ju, duke mos u mjaftuar vetëm me premtime apo duke mos u mjaftuar me emocione të çastit. Karta tregon se kjo është një periudhë ku mendja mund të marrë një rol më të madh në vendimet që lidhen me zemrën. Për disa nga ju, nëse mbreti i shpatave përfaqëson personin që ju intereson, atëherë duket se situata kalon nga vetë kontrolli dhe rezervimi emocional drejt afërsisë dhe planeve për të ardhmen. Më pas shfaqen 4 monedhat. Kjo kartë tregon një rezervë emocionale. Pra, ju mund të hezitoni të hapeni plotësisht ose të mbani brenda vetes ndjenja që nuk jeni ende gati që t'i ndani. Për disa, kjo mund të lidhet edhe me frikën për t'u lënduar përsëri, ndërsa për të tjerët mund të lidhet me dëshirën për të mbrojtur atë që keni ndërtuar me shumë mundim. Megjithatë, kartat tregojnë se kjo fazë nuk zgjat përgjithmonë, sepse më pas kemi 2 kupat dhe kjo e ndryshon narrativën. Duket se komunikimi bëhet më i ngrohtë, mirëkuptimi rritet dhe mund të krijohet ose mund të forcohet një lidhje e rëndësishme. Për ata që janë në një marrëdhënie, kjo kartë flet për afrim emocional dhe për bashkëpunim. Për beqarët, kartat tregojnë se mund të ndiheni më të hapur për t'u njohur me personin tuaj të ardhshëm. Interpretimi përfundon me 2 shkopinjt, duke treguar se marrëdhënia nuk mbetet vetëm te emocionet e momentit, por fillon të shoh drejt së ardhmes. Pra, mund të lindin plane të përbashkëta ose ju vetë mund të planifikoni diçka me partnerin tuaj ose për veten tuaj. Pra, mund të ketë gjithashtu edhe biseda për hapa të rinj ose mund të ketë dëshira për ta zhvilluar një marrëdhënie më tej. Kartat tregojnë se kjo javë krijon bazën për të parë përpara me shumë besim. Në tërësi, dashuria duket se kalon nga rezervimi dhe analiza drejt afërsisë dhe planeve të përbashkëta. Kartat tregojnë se besimi ndërtohet hap pas hapi, por gjithashtu unë do të thoja që ndërtohet vetëm kur zemra dhe mendja gjejnë ekuilibrin. Kartat këshillojnë të mos lejoni që frika t'ju mbajë të mbyllur, sepse
Lidhjet e forta ndërtohen kur guxoni të ndani atë që ndjeni. Kalojmë tek puna. Në punë kemi kryeprifëresha si shpatave 10 shkopinj, 5 shkopinj. Në punë, java nis me kryeprifëreshën, duke treguar se mund të ndjeni se është më mirë të vëzhgoni, të analizoni dhe t'i besoni intuitës përpara se të merrni vendime të rëndësishme. Kryeprifëresha është një nga kartat më me shumë shtresa kuptimore dhe gjithashtu mund të nënkuptoj durim. Kryeprifëresha mund të nënkuptoj njohuri të fshehura, diskrecion, urtësi, reflektim, pritje, sekrete, informacion të paplot, mësim ose udhëzim, ose besim te procesi. Pra, unë personalisht nuk do ta interpretoja kryeprifëreshen kryesisht si intuit, por si fazën e heshtur përpara qartësisë. Sepse duket sikur kartat thonë, mos nxito të veprosh, sepse së shpejti mund të kuptosh diçka të rëndësishme dhe atëherë do të dish si të lëvizësh. Kjo energji pasohet nga asi i shpatave, që mund të jetë për shembull se ju kuptoni më në fund se si duhet të veproni, ose ndoshta merrni një përgjigje që e prisni, ose ju komunikohet një vendim ose një ndryshim, ose ju vetë komunikoni diçka në mënyrë shumë të qartë, pa dorashka dhe të vendosur, ose ju jepet një detyrë e re që kërkon përgjegjësi më të madhe. Unë do të thoja se kuptimi më i fortë i asit të shpatave është se një qartësi ose një vendim mund të hap një etapë të re në punë. Asi i shpatave nuk premton që gjithçka do të jetë fush me lule, pra do të jetë e lehtë, por tregon se tani ju e dini mirë se cilin drejtim duhet të merrni. Pra duket se është momenti kur diçka bëhet e qartë dhe si pasojë ju merrni më shumë përgjegjësi më pas me kartën 10 shkopinj, ose mund të hyni në një fazë më sfiduese me kartën 5 shkopinj. Për disa nga ju, unë do të thoja se është e mundur që të folurit ose të qenit shumë i drejtë për drejtë ose e drejtë për drejtë mund të hap një periudhë më të vështirë për ju. Pra mund të jetë më e mençur të vëzhgoni fillimisht situatën dhe të prisni momentin e duhur, sepse ndoshta një reagim i nxituar ose një qëndrim shumë i prerë mund t'ju sjellë më shumë përgjegjësi, mund t'ju sjellë më shumë presion ose përballje nga sa ju mendoni. Në tërësi, kjo është një javë që kërkon qartësi, kërkon organizim dhe gjithashtu kërkon këmbgulje përballë sfidave, por mbi të gjitha kërkon të ruani fokusin. Kartat këshillojnë ti mbështesni vendimet tuaja në veprime të qarta dhe të mirë menduara. Kalojmë në prizëm orakull ku kemi besimi. Kjo kartë ju thotë se jo gjithçka kërkon nxitim apo kontroll, sepse kur i besoni vetes dhe procesit, rruga përpara bëhet më e qartë. Paç.